Çfarë fshihet pas mesazheve sekrete të pilotëve, anaerët e fluturimeve, pasagjerë të dehur, arrestime dhe incidente. Fluturimet ajrore përveç udhëtimit dhe pamjeve nga dritarja fshehin edhe një botë të padukshme për pasagjerët. Mesazhe sekrete që pilotët shkëmbejnë me qendrat operative të kompanive zbulojnë incidente, emergjenca dhe ndërhyrje të papritura që ndodhin çdo ditë në qiell. Në 21 janar të këtij viti, një fluturim nga Toronto drejt Cayo Coco në Kubë, një pasagjere në vendin TD u bë e pakontrollueshme, kërkoi alkool dhe kërcënoi se do të ketë krizë nëse nuk ja japin. Raportoi ekuipazhi tek qendra operative e linjës ajrore. Si pasojë, avioni u detyrua të devijojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ulur pasagjeren. Një ditë më pas, në një Boeing 777 nga Londra për në Singapore, shumë pajisje nuk funksiononin. Të dy makinat e kafes nuk montojnë qumshtin, shkruan ekuipazhi. Sirtari pranë vendit 16 kë është bllokuar, brenda tij është tableti i pasagjerit. Shpesh mesazhet ACARS raportojnë edhe tualetet jashtë përdorimit për shkak të sjelljeve të pakujdesshme të pasagjerëve, si dhe telefona të ngecur në sedilje. Në 26 janar, në një fluturim nga Frankfurti, 2 pasagjerë u kthyen në Kolumbi pasi u refuzuan nga policia gjermane. Mesazhet ACARS informon ekuipazhin. 2 pasagjerë duhet të dorëzohen autoriteteve lokale në Bogota, ulur në vendet 21G dhe 26C. Në raste të tjera, autoritetet organizuan në fshehtësi për të shmangur panikun. Në fluturimin Daily London, pilotët u këshilluan të mos njoftojnë pasagjerin që do të arrestojë dhe të sigurojnë që të gjithë të tjerët të qëndrojnë ulur. ACARS është sistemi automatik i komunikimit midis avionëve dhe qendrave toksore përmes radios dhe satelitit. Ai transmeton informacione për koordinimin e fluturimeve problematike teknike, emergjencat mjekësore dhe njoftimet për sigurinë. Mes 30.000 mesazheve të analizuara nga Corriere della Sera gjatë një muaji, shumë lidhen me ndërhyrje të policisë, nga pasagjerë të padisiplinuar tek vjedhjet në bord, pirje duhani në tualet dhe incidente të mundshme të sjelljes agresive. Disa mesazhe përshkruajnë edhe raste urgjente shëndetësore, përfshirë styardesën që u ndje keq gjatë fluturimit, Seattle Incheon apo pasagjerë që sëmurën në bord. Në disa fluturime u raportua edhe një rast i dyshuar i agresionit seksual ku kompanitë aktivlejnë procedurat e sigurisë, por pasagjerja vendos të mos paraqes ankesë zyrtare. Me rreth 14 milion njerëz që fluturojnë çdo ditë në mbar botën, avionët janë një metropol në qiell dhe mesazhet ACARS shpesh bëhen linja e parë raportimit të incidenteve që pasagjerët zakonisht nuk i shohin.